Tani shkum I gjetëm ata. Vill, plagosën, në kryzill ka qenë I plagosën edhe 2 tjerë ushtar. Çka me bo, tash dojna me qu për Shqipni. Kena prej druna, ka 2 metra druna, qebet kuajve, me sigjima, me tela, I kena lidh, I kena qitë kështu në krah, I kena qu për Shqipni. Në krah I kena qu? Në krah. Do më thonë, si leste. Si leste, I kena formu drunat, plafin, kështu qeben, në qebe dhe në krah, 2 për pa, 2 për maset. Në kom. Shqipni, I kena qu tropu në Baramcur. Pe Baramcurit, ardh helikopteri pe spitalit ushtarak Tiranës për me I marrë. Unë aty I rrova, I pastrova, I kateterizova dhe I qita kanilat, infuzionat. Sa të kemë në doktorin tunë. Dhe ishtë nënë mi bo shërbim. Do kolegi aty që erdhen, që I kishim qumet plagosën, si në këthy, po thujnë, hajde tha, hetë me shku në Tiranë, në spital ushtarak, thash. Atje ka bë, thash. Du me shku të shok që ja ku më thonë fjallën, thash unë ja ku më thonë fjallën Ali Berishës, e Hidës, e Shqipës, edhe Ramushit se unë e gjallë o dekë du na më këthy, edhe nuk rrit në Shqipni.